Këtë të diel në Shqipëri do të mbahen zgjedhjet e përgjithshme parlamentare. Akuzat nuk kanë munguar nga kampet. Nga ana tjetër, 115 materiale kallëzuese janë regjistruar nga SPAK që lidhen me krimet zgjedhore deri më datën 5 maj. Sipas prokurisë së posaçme, në këto kallëzime përfshihen kallëzime nga subjekte politike, referime nga Policia e Shtetit, të insinuara kryesisht nga struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, denoncime nga platforma online, denoncime nga qytetarët. Materialet kallëzuese nga subjektet politike e 25 në platformën online kanë mbërritur 35 materiale kallëzuese ndërsa janë regjistruar 35 procedime penale. Nga këto procedime, 8 prej tyre janë të regjistruar kryesisht të insinuara nga SPAK. Kurse po këtë të marrë, prokuror të SPAK dhe agent të BKH-s kanë mbërritur në prokurinë e Elbasanit qark i cili në çdo zgjedhje ka pasur ngjarje të rënda edhe në vrasje. Ky takim midis disa agjensëve të zbatimit të ligjit e SPAK e BKH-s po zhvillohet në prag të zgjedhjeve të 11 majit dhe tema diskutimi është pikërisht krimet zgjedhore.